Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, ka thyer heshtjen për herë të parë nga qelia e burgut të Durrësit një javë pas vendimit të gjykatës kushtetuese që e riktheu në detyrë. Në një postim të dërguar përmes avokatëve, Veliaj u shpreh se rikthimi në detyrë është rinvendosje e dinjitetit të ligjit dhe e besimit se shteti ka ende busull. Për shkak të kushteve ku ndodhem, vetëm tani mund ta çoj këtë mesazh. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ishte për të kthyer mandatin mua, po për t'i kthyer atyre që i përket, popullit të Tiranës. Ky nuk është vetëm një vendim për një njeri, po për demokracinë shqiptare, për votën e lirë dhe për çdo qytetar që beson se pushteti buron nga populli dhe i përket atij. Ai gjithashtu paralajmëroi se do të bëjë çdo gjë për të vijuar punën dhe për të mos lejuar që detyra e tij të pengohet. Gjykata kushtetuese rivendosi jo thjesht një mandat, por dinjitetin e ligjit dhe besimin se shteti ka ende busull. E drejta mund të vonojë, por nuk harron. Faleminderit çdo qytetarit të Tiranës që besoi dhe priti që edhe nuk u dorëzua. Unë do të bëj çdo gjë që është në dorën time që puna të vijojë dhe do t'u kërkoj pa u ndalur që të mos pengohem në ushtrimin e mandatit që më keni besuar. Tirana nuk ndalet, ju dua shumë. Veliaj ishte shkarkuar më parë nga Këshilli i Ministrave me propozim të Këshillit Bashkiak të Tiranës me argumentin e mos paraqitjes në detyrë për më shumë se 3 muaj. Ai ankimoi vendimin dhe gjykata kushtetuese vendosi ta rikthejë në detyrë, duke mos pranuar dhe dekretin e presidentit për zgjedhjet e reja në kryeqytet.